Ku o dallimin mes automatikit edhe automatikit? Total bebekem. Jënë 3 lloje që përdoren mas shumti. E kena automatikin klasik që anglisht i thojnë torque convector, e gjermanisht vandla automatik, tani e kena DSG edhe CVT. Automatiki klasik ose ndryshe shtëpia e madhe VW se kanë quajtur Tiptronike, BMW Steptronike, Mercedesi 579 G-tronike. Është automatiki më i vjetër që në Amerikë ka nismu përdor viteve 40-a e dikur viteve 60-a ka nismu përdor edhe në Evropë, sidomos segmentin luksoz. Për më spjegu më thjesht, ky lloj automatiki i ka si me thonë 2 pjata me lopata. Njëra pjatë është e lidhur me rrotullimet motorit edhe përmes rrotullimeve lopatat ose turbina e cila është në vaj përmes forcës centrifugale ta shtyp vajin te jashtë që nikosisht çaj vaj del në pjatën tjetër edhe rrotullon 2 pjata të njëjtë. Ku kjo e dyta është e lidhur me transmisionin. Pra, këto 2 pjata në kombinim t'i zbërthejnë rrotullimet e motorit në transmision, që do më thonë nuk ka friksion. A koplong, a kfaqila, që shë thoni. Po e ka që t'loj konvertimi me anë të vajit edhe turbina. Mas nej transmisioni ose shpejtësit e ka një sistem planetar e cila përcillet prej senzorit TCU, Transmission Control United, që përmes shpejtësisë, ngarkesës edhe pozitës të gazit ta cakton cilën shpejtësi me shti. Tani futboll të keqen e thej. Avantazhet e këtij automatiku janë se është komod si në marrje të gazit, po edhe ndërën shpejtësisë, është i qëndrueshëm nëse e mirë ban, edhe është i mirë për tërheqje trona ose për kerrë trona. E disavantazhe nuk ka çaq vallaj. Këty njerë kanë thonë s'janë sportiv si DSG-a, ama me teknologji të sotit nuk kanë çaq dallim. Veç me pas në i prishje, nashta mund me të bo ma shtrejt, veç edhe DSG-a nuk bëhet lirë me të prish. E nëse do në me di qysh funksionon DSG-a dhe CVT-a, dush me bo follow për mësmu video në radhës. Bye bye.